Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim për veprën penale, mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthuese dhe municionit një 48 vjeçar banues në Sarandë. Pasi më datë 17/12/2025 në afërsi të vendit të quajtur 15 Kaçi në lagjen nr. 1 të Sarandës, në një bordur trotuari gjetur nga kalimtar të rastit një çantë me ngjyrë të zezë brenda të cilës ndodhej një armë zjarri pistolete lloj TT. Nga verifikimet e para hetimore dyshohet se arma e zjarrit i përket këtij shtetasi, për të cilin vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e tij. Po nga këta specialistë u referuan materialet në prokurori pas përfundimit të veprimeve në lidhje me konfliktin e ndodhur ditën e dieshme në Sarandë midis dy shtetasëve të mitur, ku një 13 vjeçar goditi me mjet prerës një tjetër shtetas 15 vjeçar, i cili pas marrjes së mjekimit në spital u largua për në banesë. Specialistët për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për një 20 vjeçar banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit fizik ju gjet dhe ju sekuestrua një sasi lëndë narkotike kanabis sativa. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim një 42 vjeçar banues në fshatin Novosel, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj dy prindërve të tij. Sot ndërkohë në spitalin e Vlorës, shoqëruar nga familjarët pasi dyshohet se ka konsumuar medikamente bujësore, një 65 vjeçare, e cila si pasojë e përkeqësimit të gjendjes së saj shëndetësore ka ndëruar jetë në spital. Grupi hetimor vjen punën për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të këtij rasti.